Postira që madhi Allah dën mjau kujtue tregtarve që nuk bën dynjaja mjë preokupun nga i dhikrit Allahut Azza wa Jall. Allahu e ka lejuar shitblerjen dhe ka bërë njërën prej fundamenteve kyçe për mbi jetesën në këtë dynja. Tregtarët janë një element dhe një bazament i fortë i stabilitetit në shoqëri për të qenë shoqëria stabile dhe shëndosh. Nuk e harrojnë hakin e tyre ndaj të madhit Allah dhe japin zeqat, nuk e harrojnë hakin e tyre ata tregtar ndaj robëve të Allahut, japin zeqat, japin sadaka. Nuk e harrojnë robët të Allahut Azza wa Jall, pse yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar, sepse kanë frikë ditën e Kiametit. Atë ditë ku të të kallebu fihi l'kulub, rëtullohen zemrat. E popullë përdor një fjalë, thët pejtu të më rëtullu zemra. Po, pej frigës të madhe një mënyrë figurative, si kurse zemra dënë me dalë prej veni. E dita me frikshme është dita e Kiametit. E atë ditë friksohen njerëzit shumë. Por robët e devotshëm të Allahut e prej tyre në këtë rast tregtarët e devotshëm e ja kanë frikën asaj dite ende pa e përjetuar. Në mënyrë që kur të shkojnë atje të jenë të sigurt nga ajo frikë. Tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Atë ditë kur rrotullohen zemrat dojnë me dalë pej vendi, po edhe sytë nuk mujnë me fokusu në një vend, pej të mirët madh. Po nojnë këtë dynja për ahiret. Kanë frikë Allahun këtë dynja për me qenë sigurt në ditën e Kiametit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë dy frika, Allahu nuk ja bën bashkë robit. Ai i cili ka frikë Allahun këtë dynja dhe jeton me frikë të Allahut në dynja, në ahiret nuk e ka frikën, e qetëson i madhi Allah Azza wa Jall dhe në të kundërten. Ata të cilët nuk e kanë frikën këtë dynja, janë të sigurt për dënimit Zotit, janë qetë, ashtu mendojnë, do t'jenë të frikshëm botën tjetër. Po vëllezër musliman, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Në mënyrë që Allahu t'i shpërblen, të jap atyre që ka dënë me ju dhanë për të mirave të tij, Allahu është rrezak furnizues, pa hesab jap Zoti xhalla shanuhu. Të nderuar vëllezër, me këtë ajet kuranor, postira që madhi Allah dën mjau kujtue tregtarve që nuk bën dynjaja mjë preokupun nga i dhikrit Allahut Azza wa Jall. Allahun me përkujtu natën dhe ditën. Allahun me përkujtu edhe kur shitni, edhe kur bleni. Allahun me përkujtu edhe kur hec, dhe kur del me marr mall, e me bo biznes qoftë edhe në fund të dynjas. Për ata Allahu i madhruar në suratul Jumu'ah, thot Allahu Azza wa Jall, ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. O ju musliman, kur thret azani ditën e Kiametit, ditën e xhumas, kur thret azani ditën e xhumas, ndërprejeni shitblerjen, shtinja drynin, fas'au ila dhikrillah, shpejtoni me përkujtu Allahun këtu në gjuma. Po kur përfundon gjumaja, shpërndahuni këtë dëni dhe kërkoni pej të mirave të Allahut, ama vazhdoni me bo dhikr të madhin Allah. Vazhdoni me bo dhikr të madhin Allah. Ku do që t'jesh? E dhikri është me zemër, e dhikri është me gojë,
po dhikr është edhe me gjimtyr. Dhikr është edhe namazi, por i veçant, edhe gjëmaja, por i veçant, por dhikri për gjithë shumë, edhe pas gjëmas, edhe pas namazit, ku do që shkojmë. Pra, mës t'ju mashtran tregtia biznesi me harru të madhin Allah për asë një qast. Të ndëruar vëllezër, Allahu e ka lejuar shitblerjen edhe e ka bërë njërën prej fundamenteve kyqe për mbi jetesë në këtë dynja. Madje i ka premtuar shumë gradë të lartë atyre të cilëve edhe u ka dhënë të mira në këtë dynja, sikurse shumë për juve, dhe të cilët i shfryzojnë të mira për hir të Allahut, u jep grada në ahiret. Dhe kjo është mirësia e Zotit, jep Zoti kujt të don. Tregtarët janë një element dhe një bazament i fortë i stabilitetit në shoqëri për të qenë shoqëria stabile dhe shëndosh. Prej tyre varet shumë jeta e qytetarëve të tjerë.